Në një botë ku bombat flasin më fort se fjalët, palestinezët arritën të ndryshojnë ekuacionin me qëndrez, imazh dhe dëshmi. Fitoret nuk u matën me territore, por me legjitimitet, dhe në këtë fushë, Izraeli dhe aleatët e tij dolën humbës, vlerëson analisti Tariq Ez-Zumer. Sipas tij, përpjekjet për të kriminalizuar rezistencën palestineze dështuan. Sot, opinioni publik ndërkombëtar e sheh Gazën jo si një vatër terrori, por si një arenë kolonializmi brutal. Ky ndryshim narrativi ka pasojë të thella për të ardhmen e propagandës perëndimore dhe legitimitetin e vetë Izraelit në skenën globale. Ai shkruan se tufani i Aksas nuk ishte thjesht një operacion ushtarak, por një pikë kthese historike që shkatroi narrativat e vjetra dhe ekspozoi strukturat e padrejtisë. 2 vjet më vonë, ajo që mbetet nuk është një fitore ushtarake, por një fitore ndërgjegjes që ka detyruar botën ta shohë Palestinën me sytë e së vërtetës.